ki hyja asaj gjë, por një gjë dua të pyes, ju tha që nuk e kishte menduar ndonjëherë. Tani, çfarë lidhje kishit ju, po bëj pyetje naive, çfarë lidhje kishit ju të drejtoheni shërbimit informatik, sepse ne mendojmë kështu, ne që dim atje brenda, ne mendojmë kështu që duhet të jesh minimumi të kesh pasur një lloj lidhje me atë profesion. Padyshim. Shiko, së pari, një nga miqtë mi më të afërt, më di që sot është pak sakrilegj për ta thënë, ka qenë zoti Bashkim Gazete, i ndjeri Gazete, me cilin kemi qenë pedagog bashkë. Me qenë do të thënë, ju Gazete, Fatosklosi, gjithë atje Gazete më ka ofruar të jem që në mars të 2000, sapo ai u emërua drejtor, më kërkoi të shkoja bashkë. Kemi qenë miq. Dhe i thash, jo Bashkim sepse unë do shkoja për këtë siç u thash, për një postdoktorat research në Barcelonë, thash unë kisha fituar një Bosch Tempus, ka qenë atë kohë. Në universitet i thash kam qenë ndjek karrierën time, domethënë karrierën time si profesor në universitet. Pakort, është gjithë e jota. Kështu që unë ika atje kam nejtë 5 muaj në Barcelonë, dhe kur ktheva nga Barcelona, si që thash, më ofrohej që unë të bëja bashkosha miqësisë jashtme. Po, dhe karriera jashtme si diplomat i ri, unë kam nejtë rreth një vit atje, kam qenë sekretari parë i ambasadës sapo hap ambasadën në Riyadh, në Arabi Saudite. Dhe kur ktheva nga aty, desha të kthehem përsëri në universitet, të vazhdoj atë jetën universitare. Atëherë më ofrohej që shiko, ne kemi shumë nevojë për një drejtues të shërbimit të jashtëm në shërbim informativ, pra ai që është quajtur atëherë kati 4 në kohën e sigurimit të shtetit, po që ishte përsëri. E mendova gjatë, siç u thash, do thënë okay, do ta pranoj. Kështu që kam qenë në ministrinë e jashtme si drejtor i shërbimit të jashtëm të shtetit shqiptar. Të shtetit shqiptar, kështu që dhe kjo ka qenë deri në vitin që unë shkova për në Kanada. Do të 96, 97? 98, më saktë. 98. Ju ishit drejtori i shërbimit të jashtëm. Fatosklosi atëherë, që unë kam pas profesor dhe kam pas mik, më kërkoi që të rriej, thash jo, unë do të vazhdoj jetën time. Më kërkoi Fatosklosi? Kur çakti profesor Klosi? Po, kjo është vërtet domosdoshmë. Pa është gjithë. Ai ishte profesor juaj? Ai ka qenë profesor fizikës. Juaj? Jo, mos u ka dhënë mësim direkt, fakti, po ka qenë profesor me emër në Fakultetin e Shkencave, dhe më thash jo, unë do shkoj. Edhe fillova në privat, pastaj fillova. Edhe gjë shumë e thjeshtë. Profesionin tim unë paguasha 5 herë më shumë, 3 herë më shumë në privat se sa në shtet. Jo, ju mund paguashit më shumë, edhe kur ishit ambasador NATO dhe drejtori i shishit, po keni zgjedhur ambasador NATO. Ishte periudhë tjetër. Mos harrojmë. Ka qenë delikat. Kështu që meqense mua më doli për shkuar në Kanada, vendosa shkoj në Kanada, me fëmijët ishin relativisht vegjël në atë kohë, kështu që kjo ka qenë arsye që unë shkova dhe fillova edhe ika në Kanada, ku kam qenë mbi një dekadë, pastaj siç e thash kam martu, kam filluar detyrën e drejtorit, është një periudhë shumë interesante. Unë vetëm kaq mund të them, unë kam respekt për njerëzit me të cilët kam punuar, kemi qenë kohë të vështira me qira fjala, shumë vështira, por një gjë kam kuptuar. Po? Po zbatosh ligjin, je i mbrojtur nga çdo gjë. Kjo është, po të zbatosh ligjin, je i mbrojtur nga gjithçka. Unë kështu them. Ato 5 vite si ishin vështira? Shumë të vështira? Dhe ju keni punuar me dy... Jo shumë të vështira, po të vështira, po. Ju keni punuar me dy kryeministra, me zotin Berisha dhe me zotin Rama. Presidenti i asaj kohë ishte Bujar Nishani, që ju dekretoi, dhe pastaj juve vazhduat, do të thënë karrierën me zotin Rama. Tani, vetëm George Tenet ka punuar me dy president. Edhe Visho Ayazi në Shqipëri me dy kryeministra. Se kam vrarë mend asnjëherë për të. Sepse thash herë tjetër, ishte shumë kollaj. U bëhet detyrën time, ishte si kur ishte kryeminist, kur ishte president. Dieshe qartë, ishte përcaktuar në ligj se si është marrëdhënia me kryeministin, si është marrëdhënia me presidentin, dhe kushdo që ti ishte punoshë kollaj. Jo, çfarë ndodhi me Edi Ramën që pa ardhur ai u sulmonte. Kur erdhi pastaj tha se unë nuk do ta sulmoj këtë njeri. Pyetje interesante kjo, së pari unë besoj që Edi Rama kuptoi që unë nuk merrem me nuk merrem me gjëra të tjera përveç se me ligjin, përveç se me detyrën time. Si e kuptoi se Rama nuk e kupton lekt, ë? Po, nuk ka se kemi qenë miqë ditë e para, kemi pas shumë probleme me njëri tjetrin. Por përfundimisht domthonë jemi ndarë në mënyrë miqësore. Kur u binde ai që Visho Ayazi nga 2013 deri 2017 do rri me mua?
Zoti Shifo, unë të ta mbyllja këtu. Mirë, megjithatë unë të falenderoj për gjithë këtë. Tani për pjesën e NATO-s do flasim pak. Apo do flasim pas asaj. Çfarë nuk është sekret? Okej, patjetër. Ta thash që në fillim atë. Do kemi një ndërprerje publicitare për ta relaksuar dhe për të kaluar në temën tjetër. Publicitet, kthehemi sërish në studio. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njerë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit, kthehemi në studio, jemi gjithnjë me Visho Ayazi Likën, madje do të pyes edhe këtë je i vetmi shqiptar me shkruar 2000 emra. Kam edhe për këtë një shpjegim, por nuk pa jap në televizion. Okej, është e drejta juaj. I nderuar, ne do flasim edhe për detyrën tuaj si ambasador i NATO, sepse është një nga detyrat, unë besoj, një diplomat, do thënë, nuk ka më lart pasaj. Vetëm kur të futemi në BE, pasaj ajo është edhe ambasadori i BE-s, unë nuk besoj që është më lart se sa ambasadori